Një nga momentet më të komentuara në shtëpinë e Big Brother Albania ishte episodi mes Gimbos dhe Selinit, një situatë që përfshiu impuls, reagim të menjëhershëm dhe një debat më të gjerë mbi kufit personal dhe respektin. Gjithçka ndodhi papritur. Në një moment afrimiteti dhe loje mes banorëve, Gimbo ju afrua Selinit dhe e puthi me të rrëshqitme, pa një paralajmërim apo një sinjal të qartë parapradh. Reagimi i saj ishte i menjëhershëm. Ajo u çua në këmbë dhe i dha një shpull të lehtë, duke i thënë ik ore i diell. Ishte një reagim instinktiv që tregoi se për të, ai veprim kishte kaluar një kufi. Brenda shtëpisë, situata krijoi tension dhe habi. Disa banorë e panë si një moment spontan, ndoshta të nxitur nga dinamika flirtuese që kishte ekzistuar mes tyre. Të tjerë e interpretuan as mungesë respekti nga ana e Gimbos, duke theksuar se puthja pa përqim të qartë është gjithmonë një veprim problematik, pavarësisht kontekstit. Momenti u analizua edhe në studio nga prezantuesi, i cili e pyeti Selinin për reagimin e saj dhe për atë që ndjeu. Përgjigjja e saj ishte domethënëse. Ajo tha se dua ta ndjej kur ta puth Gimbos. Me këtë fjali, Selini bëri një dallim të qartë mes një veprimi të papritur dhe një momenti të dëshiruar. Ajo nuk e përjashtoi mundësinë e afrimitetit, por theksoi rëndësinë e ndjesisë, përgatitjes emocionale dhe pëlqimit të vetëdijshëm. Kjo deklaratë ndryshoi disi perceptimin e situatës. Nuk bëhej fjalë për refuzim absolut të personit, por për refuzim të mënyrës. Ajo kërkonte që një moment i tillë të ishte i ndjerë, i ndërtuar gradualisht dhe jo një veprim impulsiv për spektakël apo në presionin e kamerave. Nga ana e tij, Gimbo u duki zënë në befasi nga reagimi. Në një ambient si Big Brother, ku emocionet janë të amplifikuara dhe çdo gjest transmetohet, shpesh banorët veprojnë pa menduar për pasojat. Megjithatë, ky episod tregoi se edhe brenda një loje ku intimiteti shpesh përdoret si pjesë e strategjisë apo argëtimit, kufit personal mbeten thelbësor. Publiku jashtë reagoi fuqishëm. Debati u zhvendos në rrjetet sociale, ku u diskutuan mbi përqimin, respektin dhe mënyrën si trajtohen marrëdhëniet në reality show. Disa e panë reagimin e Selinit si të drejtë dhe të guximshëm. Të tjerë menduan se situata ishte e egzageruar. Por në thelb, episodi hapi një diskutim të rëndësishëm mbi komunikimin dhe ndjeshmërinë në raportet mes dy personave. Në fund, momenti mes Gimbos dhe Selinit u bë një nga skenat më të përfolura të sezonit, jo vetëm për dramën që krijoi, por sepse preku një temë universale, rëndësinë e pëlqimit dhe të ndjeshmërisë në çdo afrimitet. Në një shtëpi ku gjithçka shihet dhe komentohet, çdo gjest merr peshë më të madhe dhe çdo reagim bëhet pjesë e një narrative më të gjerë që shkon përtej lojës.